Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë me bo iftar me hurmat njoma, hurmat taze. Nëse s'ki hurmat taze, me hurmat thata. Nëse s'ki hurmat thata, me glënk uj. Edhe ky rend është më i miri që duhet respektohet. Besimtari do të qel iftarin e vet me një hurm taze. Ma herët të nas ka pas hurma, po flas para 3-40 viteve, 50 viteve, edhe janë munduar muslimanët me kompenzu hurmën me llokum. Edhe kanë tentuar domethënë me amël faktikisht. Mirë po, në atë kohë s'ka pas edhe shumë studime shkencore që janë bërë kësaj porosie pejgamberike, që pastaj ndërkohë do thotë është analizuar edhe më detajisht kjo porosi dhe është nënkuptuar se edhe sheqeri generalisht, po hurmën veçanti e ndihmon besimtarin e uritur me agjërim asaj dite që të mos e tepron me ushqim. Se sheqerinat janë për gjërave të para që tretën, edhe kur t'i hanë një hurm, jep trupit tanë sheqer i cili tretet me njëherë dhe fillon me i dhonë informata lukthi trunit tanë se kam fillu me marë ushqimet e nevojshme, sheqerinat, mineralet, kriptat e kështu me radhë, dhe ti s'ki nevoj me tepru me ushqimet tjera pastaj. Edhe këtu den shesh ajo mrekullia e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka parapri argumenteve ose analizave shkencore dhe më shekuj me radhë më një kohë kur ka qenë e pamundshme edhe të verifikohet shkencarisht, po edhe të artikulohet, sepse do të ishte e pa kuptimt në atë kohë me tregu që këto detaje që i tregojmë na tash. Andaj është sunet që të fillohet me hurm taze, nëse s'ka mundësi atëherë me hurm thatë. Fatmirësisht tani edhe kjo është prej gjërave që kanë ndryshuar tregu jonë për Ramazan, vite me radhë ka domethënë në 20 vitet e fundit është munduar me u furnizu me hurma.